Po kushtrim, që të filloj seanca sigurisht se ende nuk jemi gati, me qenë se nuk janë gjithë deputet ende në salë, ka disa prej tyre që tashmë kanë ardhur, por bëhet fjalë vetëm për deputetet e subjektit më të madh politik, pra televizjes vetëvendosje, nga ajo që do të shihni tani për tani, nuk ka ende ndonjë nga deputet e partive opozitare të jenë pranishëm këtu në sallën e Kuvendit Kosovës, ani pse seanca është thirrur të fillojë në ora 8:30. Ftoj kamermanin që ti fokusoj pak a shumë ministrat të cilët po marrin pjesë. Përshëndetje të përzemër ta keni pasur minuta më parë nga deputeti Mifail Bajqenovci, për juve kushtrim. Po, faleminderit shumë. Alinda, mos ndoshta zonja Hoxha dhe zonja Rushiti janë aty pari diku në Kuvend Kosovës apo jo? Jo, momentalisht nuk janë duke u parë në sallën e Kuvendit Kosovës, por vlen ta theksoj që ani pse ato nuk po i shohim të opozitës që kanë qenë në Kuvendin e Kosovës, por jo. Unë kam pyetur Lutfi Hazirin se a do të marrin pjesë në këtë seancë të Kuvendit, pasi që ata paraprakisht deklaruan se nuk do të marrin pjesë në seancën ku do të votohet për presidentin, por sigurisht këto deklarime ndodhen para se lëvizja vetëvendosje të propozoj 2 kandidatet e reja për presidente. Ne do të vazhdojmë dhe të shohim nëse do të marrin pjesë opozita, si do të rrjedhoj gjendja tash në Kuvendin e Kosovës në këtë seancë të re, vetëm 2 orë pas asaj paraprake ku diskutua sa i përket gjendjes aktuale për zgjidhjen e ngërshit për presidentin. Alinda, të falenderoj shumë. Kështu duket Kuvendi për brenda, pra e boshatisur nga pjesa opozitare, ndërkohë që një pjesë e madhe deputetëve të lëvizjeve vetëvendosje aty dikund afër vendeve, jo që të gjithë, nuk është kryeministri Kurti, por çfarë po ndodh në hall, edhe ku është opozita, mos ndoshta janë tek zyrat e tyre të grupeve parlamentare, shkoj me Zeqen. Zeqa është